është ta kisha pas qef për me kanë psikolog. Me një mu njerëzit që janë smur ka në psikologjike, kurse të prifnia e kam gjetë në ideale. Kush është esenca e thirrjes për prifni? Nuk e harroj kur, për pas se mu ba me shtar, është një javë retreat, do thana tërhekje shpirtnore. Ishte required, ishte domosdoshme, para se mu shuguru prift. Kardinali Majda në ka qune në retreat, personal, atë në kena pas edhe një prift, me menu pse do mu ba prift. Sa hera fundit, kur thu du mu ba prift, nuk mundet mu këthy ma, edhe në tana. Edhe e majmen shumë mirë, kam nga në prezent Zotit, unë në gjegja e me shpirti e me Zotit, i kam thanë vedit, pse do mu ba prifti? Pse ke qef mu ba prift? A ke qef mu ba prift se dishër me shku në Pariz, kur të vdesish? E kam thënë, po, me shku në Pariz është qëllimi i mrami jetë si çdo njerit, por nuk jam të ju ba prift me shku në Pariz, sepse në Pariz munden me shku edhe i babi mirë, edhe i burri mirë, i grovi mirë, një biznesi mirë, një njëri fetar shko në Pariz. Nuk është priftnia ose motër me kanë ose rregulltar, shkolla, do thënë, e vetmi arsye që bëhet njëri prift për me shku në Pariz. Shumë njerëz shkojnë në Pariz. Kam thënë e dyta, pse do mu ba, a ke qef po mu ba i famshëm? Ma beso mu ga është aja njenën, unë nuk besoj në famë. O fama zero. Është aja një iluzion që e ka njerëzit. Di kisha me këshilu urinin, ma se luni as një gotë për një venit e to, një venit to, për mu ba të famshëm. Po banje, për me një mu njërin, për mu ba ma i mirë. Po bane një atë ke vejtë perfekt. Kur po bizedoshim parë bashkë, një njëri që dërë mu ba politikan që dëshërën, qysh për fillimi, du mu ba president, e da një që duhet me ba kur president. Vedem një që duhet me ba. Kurse një që dëshërën, por a njëri për mu ba me ullheq, adë një popull, me që duhet me ka një person, që ka dashnin për njërzit, edhe dërë mja ba jetën ma të mirë, po i nepti një mundësi të male, që me mujtë me një mu ma shumë njërz. Në kjo ofëson, nuk do të kisha kanë prift, kisha pasi këtë botë shpirtnore që kam pësët. Po ka nga prift njësë, më dhanë mundësia me da, pra të shërë, si thonë ta, me ma më shumë njërës. Ba me kanë një peshkë dhe ma më shumë njërës. Ba me kanë papë dhe ma shumë njërës, se e banë përboqme. Mi pa ta për me shku aty janë disa njërës që kanë talente, që kanë dhurata ma speciale, e njajta dhurat, po ma speciale, kështu që Zoti i vend ata pozita ma të nalta. Se nuk ka kur gja për famën. Pra edhe i herën i pyet Shavedin, pse do mu ba prift? Se kam pas qef një atë gzim që ma ka dhanë mu Zoti mja dhanë tjerëve. Kur e kam lexu Ungjillin për herë të parë, pra Biblin, kur e kam lexu Ungjillin e Mateut, për herë të parë një teme, ka një gzim që nuk mune me e përshkru. Kam thënë një atë gzim duhet mja dhanë tande. E për mu mja dhanë një atë gzim tande në mënyrë të përsosur duhet mu dediku. Ta janë, si thot Krishti, nuk mund është mi ba shërbim dy zotnive. Po i shërbeve njënit ja ke këthy shpinin tjetërit, po i shërbeve tjetë ja ke këthy. Na shqiptarët me aturtin tonë dhe kena thënë, s'mahen 200 dorë, me një dorë. Njëni bjenë tokë. Edhe i kjo e dedikimi, mi pa atërë kur ja që i lanun, edhe kur e keja të në dëshirë, atërë është vjen krejtë normale, vjen organike, vjen gjithë qa. Edhe sot ju, kështë i kanë dikun tjetër. Kështë i kanë me djallin e të të jesë, si park me grunë, dy batana, vjen me baket, se e gjivan me knatësi. Njatë knatësi që në vërtet i ka biseda jonë, që në ato bana kështë mujtë me e bale privatisht. Apo jo, të shpia jem, ose të shpia, ose të jesë. Po di dërmja alan tjerve. Gjithmone kam shikju atanin, me mujtë mu ba i mirë, për mi dhanë mirë tjerve. Shkova i fjegjarve që du me mëllë me këtë. A ke vure që ta njërzit e ka ndatë dashnin për Zotin edhe për tjetrin, në mënyrë naturale, që mund ba me dash me përdori term filozofik i thë natural religion, pra na do na Zotin edhe natyrisht. Kurse Shën Agustini thot, hiri i Zotit e perfeksionon natyren. Pra me Krishtin natyra jonë perfeksionohet edhe të njëjtën kohë na shëlbohet.
munda me marrë atë formë që kena kanë qysh për fillimit në menën e Zotit. Këtu në botë, me këtë botë. Edhe mundet mu realizu njaja që për Krishti e thot të urata, artë mretnia jote, u bavë vullnesa jote, si ashtë në qilë, u bavë në tokë. Përse nuk ka në tokë, ala, mretnia Zotit. Por të ju transformuna në përmjet fjallë Zotit, të ju vunë, të ju marrë hirin e Krishtit, edhe të o perfekcionu atë që Zotit nga ka lanë në natyrë, pra të o vunë shërbim tjerëvet e laftem një ti, atë janë satisfaksioni i jotë ka me kanë i sigur, atë janë të e kivu i gurë të mërtnia Zotit në tokë. Të falenderoj shumë, zakonisht të falenderoj për shpjegimin ekselent të këtij fenomeni që është në pak njerëz, edhe ju e keni vënë në shërbim të njerëzimit këtë dhunti, Zotit dhe këtë mision që ka dhënë Zoti. Fillojmë me rëndësinë që kam pashkët, do të flasim për historinë pak e mandej për rolin e pashkëve në njerëzit, çfarë efekti, çfarë të mira sjell ajo për jetën e përditshme. Si ka evoluar festimi i festës së Pashkëve qysh nga koha e Krishtit deri sot? Kam qef me shku i fije pak më thellë dhe që më ardhë këto manet. Jo me ka pesën, po me shku të zero, atër me fillu i fije. Shumë shpejt. Njashtu si në barku në Nans, në gjinin e Nans, në formohna për 9 muaj fizikisht, në gjinin e Kishës, në formohna shpirtnisht. Kur fëmija në gjinin e Nans a formu fizikisht, pra janë ba organet e lkura tana, atëherë na një farë në dek, apo jo, ikë për asaj botet sigurt, ngrohet dashtën, edhe vjen një bot tjetër, që a shumë ma speciale se atje. Fillën me pa me sy, atje nuk ka pa me sy, kur ka kanë në gjinin e Nans. Fillën me një muzike, me nga vrap, me lujtë fër me rëshitën bërë, tana këta gjanat. Që në atë eksperiencë nuk ishte, ashte pa mujtën me pas atë eksperiencë kur jenë gjinin e Nans. Edhe fillën me realizu këtë në këtë botë. Atë janë qëllimi i pranë, kusha qëllimi i fëmis në gjinin e Nans, ku ashtë? Mu formu sa ma mirë ma fizikisht. Tana që lizat, gjithë që ata në organet indet e me rrallë mu zhvillu në ideale. Kusha qëllimi final i eksistencës tonë në gjinin e Kishës, në barkun e Kishës, për mu formu shpirtnisht. I nga qëllimi i mram. Atëherë, kur të formohna shpirtnisht, shpesher flet Krishti, keni sy nuk shifni, keni veshë snini, flet për sytë e për veshë e shpirtit. Shpesher kur thot Krishti ka marrë me dëshmu të vërtetën, pra në atributet shpirtit e vërteta nuk ashtë e menës a realiteti, e më rrallë. Pra, kusha qëllimi i mëram? Për mu formu shpirtnisht, që kur të lejmë për jetën e pasosur, kur desim, kena me pas disa vërtyte tjera që nuk munda kur mi pas këtë bot atë eksperiencë, si kena me pas kur jena në prezent Zotit. Edhe dele atë që thotë që në pali sytë tonë, kur s'ka në pa, vesh tonë, kur s'ka një, menja jonë, kur s'ka mujtë me përftyru, atë që kena me pa e me përjetu prezencën e Zotit. Edhe Zotit e ka kriju i këtë botë për sosën, me kafshë, me peme, me muzike, me sporte, me literaturë, me arkitekturë, me gjana, me tana, që na me kalu mirë nësa jena ty u formu shpirtnisht. Ka ana fizike edhe intelektuale me e kalu mirë. Nuk ka qëllimi këtu me e kalu mirë, këtu nuk kena ardhë këtë botë që vete me e kalu me pas shpia, aeroplana, që edhe mi pas a gja bukur. Qëllimi ashtë për me gen mu formu, njështu si qëllimi në gjinin e nanë si fmisa mu formu fizikisht, mu formu në shpirtnisht. Edhe kur shkojmë të Zotit me kanë shnetëshëm, me pas sytë e shpirtit, gojën, vesht, kam, durët, dana, me një fjallën e Zotit, me një Zotit, me pas Zotit, me tjeritetin e më rrallë. Pra ne këta në periferiale, tana këta tjerat, janë vetëm me e baket jetë bukur. Paka shumë i kjo me qëllimi me i Kishës. Kur thot Krishti lumë të vorfnit e në shpirt, se e tyne a mërtnia qilit. Pra kur shpirti tyne nuk kanë këtë botë. I vorfën, shpirti ty a i vorfën për këta. Nuk më kjo në zemra mu pëse se kam një aeroplan.
Pse se kam një ishull, me baj shtëpi një ishull. Ba me kanë mundësi me shku natëshëm, nuk kam kur gja, për nuk ka shpirti aty. Gjithë qa preferoj, një gjallë mira, bukur, i teshë, kam të bëllë, ma mirë me se në makinë, se në biciklet. Nuk e kam të, për nuk e kam shpirtin aty. A se kena në asni. Si thotë që në Agustini një vjen, o Zotë thotë, na kena me kanë qëtësum, kena me kanë qëtësum në këtë botë, sepse ti na ke kriju për vedi, e na kena me gjithë paqë, vetëm kur të vim të ti. Qa do që të kesh këtë botë nuk e kur riknaqën, sa i shpirti jonë mushet vetëm me Zotin. Kja pjesa materiali nuk mundet kur me mush komplet, kurse kja pjesa shpirtnore, vetëm Zoti e mush, nuk e mush as parja, as suksesi, as forca, as pushteti, as kurrisen e në botë. As shneti, as talenti, as sisen. E mush vetëm atë. Pra ne që me urtin e vetë, me urtin hynore, kam më besë mu se kisha është trupi mistik i Krishtit, e me kanë se biri i Zotit, i dyti personi të rini shajt, e ka marrë trupin e njërit, imaginoj qëfar rëndësit i ka lanë Zoti njërit, për më mujta me jetu si biri ti me dignitetin, e birit njërit Zotit edhe vajza Zotit, me në lanë një dignitet. Pra ne në thot ne Krishti, kur thot mu lutë, keni me thanë, atë ynë që e në qilë. Nuk në ka mësu me thanë, Zoti jonë që e në qilë. Ne e në të kryesat Zotit, po e në bitë e Zotit, kjo atë digniteti.